Ka raste kur vim, e kom kry për 4 orë, po më faqë prej kur vim si me mjellë qep, do më thonë, e ku. Që ato 4 orë kanë të përsjellë ty, ose 6 orë, ose 10 orë kanë të përsjellë gjithë jetën. Duhet me pas kujdes, si do mos marrin që se bëhet një punë shpejt e kitë pa kontrollueshme këtë gjatë, se mundush me dëmtu sepse fokusin e kitë të shpejtësia, që shme më rikohen, jo që ka jetu marrë taj përsan, pjesa tjetër mandejt e ceka një hairline mu duk sa dhe ma natural, sepse mundesh me pas një densitet shumë të mirë, po në qofë se ki këtë linjen, hairline-in shumë të drejt, ose shumë poshtë, edhe që nuk i përket me moshën e pacientit, ti ke mu duk realisht që sharak, se sa kemi fitu një transplant bukët. Këtë rast po flasim për këtë vinë që i po, që ti për shembull e ki shumë poshtë, kështu të balin e shkurt. Po, plus me të krahasu me gjatësi, si e më proporcion. Do më thonë, do të me këshqyrë me hek do flek, ha? A, thasha me latina, pas më merë vesh. Dem. Edhe ka shumë flokë. Ma bëjnë qdo javë se s'po shkon më qetë, po kesh mërë më qetë javën e galume, dhe qa ka bëhet me ty, dhe s'di që ka bëhet. Me qenë krejtë si 3 klasë, këshin egzistu klinikat e mbjellet. O, ti kështë qenë diçka tjetër, o që para kështë qenë diçka tjetër. E të regon tash të pacientët, do më thonë edhe këse pas në ditë puna e balit, pa tjetër që sepse është hairline që të mbetë për gjithë jetën, edhe nuk guxojnë me kërku se me përshtat moshës 20 vjeqare, 21-25 vjeqare. Kështu që janë shumë, do më thonë, janë shumë gjana, derisa të vinte një transplant dhe rezultat final me një mu duk shumë natural. Diçka tjetër që duhet me cekë të prapë, po këthejnë atë ajo që unë jam, do më thonë, këm gullë se këtyne pikave që nuk shoj pe, nuk më, do më thonë, është shumë ma mirë në qofë se kemi një kohë gjati, po jemi shku me hapa të sigurt, edhe e dim të amon rezultatin final që shkeme pas, se sa edhe normalisht, kush do më thonë që ka pas eksperiencë me neve, kuptohet që na punojme numër 2 fish të graftëv, edhe aj numër, edhe nuk një di kanë që punon matë numër realisht, edhe na bjen numër të matë të graftëv që shkojmë pa dëmtu zonën donore, edhe densitet, do më thonë rezultatin në densitet sa maksimal, sepse kjo e bën naturalen. Ka raste kur vim, e kom kry për 4 orë, po më faqë prej kur vim si me mjellë qep, do më thonë, e ku. Që ato 4 orë kanë të përsjellë ty, ose 6 orë, ose 10 orë kanë të përsjellë gjithë jetën, kështu që, please, nuk është esenca te kozgjatja ose qyshto, kërkani, do më thonë, pa tjetër që ekipa normalisht me qenë profesionale, e thash që është punë arti, asë një dorë, në metodën e njëjtë, 2 ekipe me i bo të ndryshme, rezultatet kanë me qenë ndryshme. Kupton, do më thonë, sepse kur ndryshojnë, është artë, do më thonë, kjo prapë. Unë t'i gjuj poshtë krejt metodat, krejt teknologjin, prapë dorave që ati i mjekut që punon transplant që ajo ka rëndësi. Edhe në marrje, edhe në mbjellin. Pa marrë parasysh, a bën kanalja dhe vendos rajen, apo e bën direkt të DHI të laps kaljam, do më thonë që i qojnë këta, të laps edhe vendos prap dora që ati mandi, sepse ka rëndësi që shë bën kandin, që shë bën drejtimin, edhe gjitha qëto.